Mirë se ju gjejmë të dashur me të emisionit Familja Jonë. Faleminderit shumë. Këtë diel emisioni Familja Jonë nis me Dr. Izet Sadiku, me të cilin flasim për rëndësinë e vaksinimit dhe imunizimit. Puthi është një sëmundje në mjekësi e quajmë kontagioze, që ngjitet shumë shpesh. Shumë e kanë gjinshmërinë në shkallën e gjinshmërisë shumë të lartë, mbi 95%. Dhe kjo tregon që nëse ka një numër të fëmijëve ose të pavakcinuar, mundësia që për mu infektu ata nëse vije fruthi është shumë e madhe. Në blokun e dytë sjellim një material rreth konferencës ndërkombëtare multidisiplinare të shkencave mjekësore. 20 vite më herët ka qenë shumë më e vështirë që mu trajtu si sëmundje, kurse sot me metodat bashkohore me këto është shumë më e lehtë. Në pjesën e tretë të emisionit, gazetarja Bubulina Peni na sjell një reportazh për ditën botërore të hemofilisë. Në blokun e kuzhinës, kolegu Albanu Skana na sjell 2 super receta. Edhe kjo e jep një farë shije shumë interesant. Kitë janë ndërrën, do më thonë komplet janë ndërrën shije. Edhe që kjo është e mira që kur shkon me në restorant, ja hullum të në shijen, me mujtë me janë zvoluar. Takuemi këtë diel nga ora 16 në Kanal 10. Familja Jonë mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.